Policia ka nisur një operacion masiv në terren dhe në ambiente të mbyllura për parandalimin dhe goditjen e tentativave për kultivimin e bimëve narkotike. Në orët e para të mëngjesit, qindra efektiv policie të Drejtorisë Vendore të Tiranës dhe të Komisariatit të Policisë Krujë, në bashkëpunim me forcën kombëtare të sigurisë, njësisë Tiranë, po kryen kontrolle në shkallë të gjerë në territorin e rrethit Krujë për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Operacioni ku po përdoren dhe dronë cilësisë lartë është shtrirë në terrenin e fshatrave të njësisë administrative e Culli dhe vazhdon sot dhe do të vazhdojë dhe në ditët në vijim në territorin e fshatrave të njësive të tjera administrative të rrethit të Krujës, ku dyshohet për mirë e kanabisit. Gjatë operacionit janë evidentuar dhe azisuar manë të djegjes, një numër i konsiderueshëm fidanësh dhe bimësh narkotike kanabis. Gjithashtu, gjatë operacionit, thekson policia, kanë intensifikuar punën dhe për kontrollin e ambienteve të mbyllura, ku dyshohet se mund të kultivohen bimë narkotike duke përdorur llampa. Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë dhe Komisariati i Policisë Krujës, në bashkëpunim me OSHEN, po punojnë për të evidentuar zona me risk ku mund të kultivohet kanabis. Ndërkohë, grupet e posaçme hetimore po kryejnë veprime hetimore në terren në drejtimin e prokurorisë, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve. Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë apelon për gjithë banorët e zonave të njësisë administrative të rrethit Krujë që të mos tentojnë të kultivojnë bimë narkotike, pasi është vendosur të godasë çdo rast të tentativës për kultivim dhe të çojë para drejtësisë të gjithë personat që merren me këtë veprimtari kriminale.